Patjetër në botëror do shkojmë. Keni ndonjë rezultat që ja u pretendja shumë nga ndeshja? Mund të përfundoj 1-0. Lojtari më i preferuar për ju lëngëtarës është? Lojtari më i preferuar është se ka më ai. Ne si kam për momentin shumë më freno. Broja. Broja, plom. Broja. Kush pritet t'i bëj golat sipas jush? Apo Broja? Po, mos është, ajo më varet ku jepet. Të shkojmë botëror, po tu ta ngjov zemra mirë, inshallah, po polakët janë pref shumë. Polakët. Por mbase edhe ne kemi skuadra të mirë. Mbase apo kemi? Kemi. Por ekipi jonë deri tash okej. Por inshallah do Zoti që neve kemi 2 ndeshje, inshallah i fitojmë, po e vështirë është. Por në ndeshjen Poloni nuk është 50-50, është 70-30. Inshallah na ta mbineve 30. Inshallah kemi trajner të mirë, kemi lojtarë të mirë, por na kanë përshpunë në sulm 2 lojtarë. Manaj edhe Broja, se edhe Broja nuk është në formë mirë, aftë se mund të afusë Broja, por nuk e di që ata afusi nga të Manajt, që të sulmusë. Për ju kush është lojtari më i mirë, që ju pëlqen shumë te kombëtari? Ku, në kombëtare jonë, shikoj, ato janë grup. Gjë të mirë që ka bërë trajneri i parë italian De Biaggi, krijoi një grup i cili bashkëpunonte, ishin top njëri me tjetër dhe po këtë cilësi ka mbajt edhe trajneri brazilian, i cili e ka rujt atë punë që ka bërë De Biaggi. Për mu, lojtari më i mirë, nuk mund të them si individ mirë, ishte Broja, po Broja mori fund. Pse mori fund? Mori fund se u vra dhe nuk ka lujt. Kjo që fatkeqësia e tij, po tash edhe kombëtari tash po gjerë, po dalin çuna të ri dhe po e zëvendësojnë një kosovar do ta marrin në mbrojtje. Qofim si të shkojnë kombëtari. Inshallah dalim në botëror. Qofim edhe herë Albaninë, framurin tonë atje të ngrihet. Po, i qike vështirë është. Po ato kanë një gjë të mirë lojtarët e kombëtarit se japin shpirtin në fushë. Do ishte një ëndër realizuar nëse do futeshim në botëror? Urdhë? Do ishte një ëndër realizuar? Do ishte një ëndër realizuar, qofse do kalonin 2 skuadra. Po, mbajmë shpresa që shpresa vdes e fund. Ke një parashikim për ndeshjen, sa mendon se do ndahet? Dofta mund të fitojmë 1-0. Këtë tek goli kush do na bëj? Kush do na gëzoj zemrën? U them kë tiranci që e kanë marrë tash që ka bërë shumë gola, mund ta bëj një gol. Muçi. Them, po tash nuk e di. Po aty ka dhe tjerë lojtarë, me qenë se do fusë zoni qendër së gruas, kështu dëgjova. Po dha ajo lojtari fort, është lojtari mirë, është. Edhe inshallah kemi fat, na ndihmo fati, na ndihmo Zoti. Në çfarë forme e bëni ju tifos ligun? Rrini në shtëpi, dilni, si e shikoni? Unë rri në shtëpi sepse tash jam i vjetër, s'jam në gjendje të shkoj në stadium. E shoh në shtëpi televizor, atje kënaq. Të pëlqen atmosfera që bëhet në Tiranë? Jashtëzakonisht, sikur të ishte edhe politika e bashkuar kështu, nuk është politika na mori qafë. Ky smet. Patror do ikin. 2-0 për Shqipërinë. 2-0 për Shqipërinë. Kush do na shënojë këto 2 gola? Një Armando Broja dhe një Aslani. Lojtari juaj i preferuar është? Armando Broja. Faleminderit. Do bëni tifo të ditë apo jo? Se ndeshja luhet atje, po ne do bëjmë tifos këtu. Hajde mirë pas. Paqes. Je i bindur? Of. Më thuaj një rezultat. Ne mua e ke votën. Më thuaj një rezultat. Si mendon se do ndahet ndeshja? Shiko, në rezultate nuk e kam që ashtu, po ne do fitojmë 2-1. 2-1. 2-1. Kush do i bëj 2 gola tan dhe 1 të tyre? Si mendon ti se? Mje do ta bëjmë.
Ti. Një da bësh ti, 2. Jemi të dy. Inshallah e qenë kontaren në Tifozat të fitore. Shqipërisë tonë. Po, keni një lojtar që ju pëlqen? Që e veçoni pak nga të tjerë. Aliu. Okej, po. Do të ishte gjëja ideale të shkoj. Keni një rezultat në mendje për ndeshjen? 0-1 diçka aty. Kemi të vështirë thoni. Të vështirë. Cili lojtar ju pëlqen më shumë? Kontare. Po thoj se të gjithë, që nga Muçi, Broja, në radhë. Nëse shënojmë gol, e zëm se shënuam, kush do e bëj atë golin e golin? Mendoj se Muçi. Jeni të kënaqur që erdhi prapë në kontare, u thirr në kontare prapë? Patjetër duhet të shitir më përpara. Është lojtar shumë cilësor. Ndoshta më cilësori që mund të kemi ne sot. Është në formë më të mirë sot. Aq më tepër që një edhe mentalitetin polak që ka lozur. Shumë e vështirë sepse kjo është ndeshje e paraluhet në Poloni, është me një takim. Dhe nëse do të zgjasë 120 minuta apo me penalti, ne nuk kemi kondicionet që ka Polonia. Kondicionet fizike që kanë ata. Nuk janë në formën e duhur të Jo, kontarës? ne jemi në formën e dur, por nuk jemi në kondicionet e atyre. Janë më të fuqishëm. Pse duhet të mburremi? Për çfarë duhet të mburremi? Jo, s'po mburremi, po. Ne do ishte idealja që të vemi. Mbas asaj kemi ndeshje tjetër nga dyshja tjetër që do të dali, kështu që është çik Ndërkohë atmosfera në Tiranë do vazhdojë, ne do i Po, mbështesim, ju do patjetër, dilni po. apo do e shikoni në shtëpi? do dalë si do dalë. Patjetër, unë jam shqiptar i kulluar. Fitore. Fitore. Do shkojmë në botror apo jo? Nuk e di 50-50, 50-50, ja? se di, varet. Keni një parashikim si mendoni se do ndahet ndeshja? Nuk e di, vallaj. Që kam fitojnë, po. Po patjetër. Që më Keni një lojtar të preferuar? Broja? Do bëni tifo? Po, patjetër. Do shkojmë në botror apo jo? Patjetër do shkojmë. Shpresat kështu janë, apo jo? Po, patjetër. Më jep një parashikim si do të ndahet ndeshja. Unë them që do fitojnë 2-1. 2-1. Kështu do jetë. Kush do i shënoj 2 golat tonë dhe 1 atyre? Si mendon? Si të bëjmë? Kush do na i shënoj këto 2 gola që thoni ju? Ka Lewandowski, ka Polonia, ka lojtar të mirë. A ju thoni 2-1 për ata? 2-1 për neve, mo jo për ata. A pas se më thotë Po them ka lojtar të mirë dhe Japonia, ajo Polonia. Kështu që ne kemi shpresa që skuadra jonë është e përgatitur dhe do fitojë. ju ku do shikoni ndeshjen? Të shtëpia. Në shtëpi nuk dilni kështu të bëjë. Jo, fakt. Patjetër, unë të shkoj. Më jep një parashikim për ndeshjen. Nuk jam shumë i dhonë në pasportit, po dëshirat tona janë që ne të shkojmë botror. Për herë të parë ta shohim botrorin ta kapin edhe Shqipëria. Një ëndër realizuar do ishte. Shumë e bukur. Po shumë e bukur dhe do ishte shumë kënaqësi edhe për ne që t'i shohim djemë tonë ka luajnë me botën. Cili është lojtari juaj i preferuar? Broja. Miru pafsh. Ku do shikoni ndeshjen? Do dilni në fshesh të bëni tifo? Patjetër këtu. Po. Sa do ndahet ndeshja? 2-0 për ne. Jo. Më thuaj një parashikim për ndeshjen. Dëshira e du jashtë mase. Të shohim, fusha. Patjetër, si do shkojmë. Sa do ndahet ndeshja? 2-1 për ne. Për ne. Do i shënoj këto 2 gola? Mana i thosht, Pse? Është mana e? Është thot operatori se unë. Pse u kthy mana e? A ishte i të tu? E për Manaj, nëse është i bën Manaj, thua ti. Sigurisht. Tani ku do e shofësh ndeshje? Dalësh tu të bësh tifuz? S'lek apo jo? Me kismet. Si do shkoj? Jeni i bindur? Shumë. Sa do ndahet kjo ndeshje? Sa do ndahet ndeshja me Poloninë? Më thuaj një parashikim. Atë e di, po inshallah fitojnë. Ja. Qështu. Patjetër që po. Do fitojmë, thoni ju, sa me sa? Patjetër që po. Sa me sa? 1-0. Për ne, kush do e bëj këtë golin? Me jep një parashikim për ndeshjen. Pse thua kështu, e kemi të vështirë? Është e vështirë. Në botror do shkojmë. Me Serbinë jo. Me kë? Me Serbinë jo.
Ka ja 2 ditë kafshë. Rrinë në Brazil. Do të jetë, tani është shqiptar. Le të jetë që do të jetë. Ki gabim, ajo është për ditë të më punë, të FSHF. Po. Po si, ai po t'jep një argument, është për ditë thot në punë, është FSHF-ja aty. Nuk e di. Mirë, do më thuash një lojtar që të pëlqente kombëtarja apo jo? Një lojtar që të pëlqente kombëtarja. Strakosha. Më i mirë është Strakosha, nga gjitha. Edhe ai mbrojtësi që është asistentu, që e kapiteni i ekipit. Gjyshiti, aja e shumë mirë. Tani, do më thuash pak një parashikim si mendon ti se do dali ndeshja? Me dëshirë unë, 15-0 fitoj Shqipëria. 15-0. Po me mendim duke e lënë dëshirën tani? Larkë është e punë. Ku do e shikoni ndeshjen? Do dilni të bëni si vëzë të kapën? Jo, më shtëpi. Shtëpi, s'ka të bo. Jo, më falë. Unë kam qenë tifoz i Partizanit. Kam qenë oficer. Tifoz i Partizanit, vdesë, i ka kjo punë. Me beqi bishtë që i ka kjo punë. E këtë më beqi. Po, që kur futbolli më bo me lek, nuk përshë punë. Më bo me lek, futbolli. Çfarë do me thënë në futbolli u bë me lek? Kush ka ashtu kalqe, fut kanojnë sport. Tani të gjithë ata që kam pyetur më thanë se lojtari i preferuar është Broja. Ju çfarë mendoni? Jo. Pse? Strakosha një edhe ky gjërisht. Është am pik me një mas. Si është? Ky Broja pak me një mas. Mendje madh. Po ku e keni parë ju këtë? Pa e duket. Pa ai është ai talent është. Po do një trajner me kush bise. Ta suriste. Ta suriste. Jo. Ai në Brazil e këtu. Mirë, gjithsesi, ne thamë që ai rri këtu, po ti je mendimin tënd. Jo, nuk e di se rri këtu. Mirëpafshim. Mirëpafshim, edhe fitore. 5-0 fitoj Shqipëria. Një me një. Po dëshira? Dëshira fitoria, unë jë shqiptar. Fitoria është edhe me qeni i hajvan, s'më ne thotë që të fitoj skuadrë. Jo, ka plot që tha një të fitojnë. Dëshira është e madhe që të fitojmë edhe që këmë botëror, po gjithse kush me në për vetën e vetë. Lojtari juaj i preferuar është? Ku, në Shqipëri? Po, te kontarja jo. Ai mbrojtësi i majtë si e kaj. Po ta më pyesim më pëtër, mbrojtësi i majtë operator. Se dime? Ase se dim, po do e gjejmë. Ai mbrojtësi i madhe, që një qitullat, jo që qitullat shumë. Po si është? Tullat. Ajeti? Pa flok, ajeti. Ja, ajeti. Aju... Lini komentin tua. Për që ka i gjatë, atëherë. Gjimshiti? Edhe Gjimshiti shumë i mirë. Pa e lem Gjimshiti. Pa e lem atë, gjejmë atë tjetrin. Në rregull, mirëpafshim dhe fitore. Kalofshim, fitore për gjithë, je veç për mua. Shumë vështirë. Shumë vështirë, ne që bëhet dhe që edhe një 2-3 lojtarë si Daku, nuk duj. është vështirë. Po ma thonë të një që kismet duhet që. Pas shumë të rallës që këtë mone.